Mirë se erdhe Rehan. Faleminderit shumë që sot je prezente këtu në tavolinat e Qarshisë. Ashtu siç e din, iniciativën që e kemi marrë për emisionin Muhabet Qarshie ka të bëjë pikërisht me natyrën që simbolizon vetë Qarshia ose që ka shërbyer me vite me radhë si një institucion edukimi ose përçimi të vlerave. E të njëjtën kishim dashur me përçum përmes këtij emisionit, përmes bisedave pak më ndryshe, me profesionalistë, me bisedave që do të jenë shumë më dobishme për gjithë ne. Kështu që sot besoj që do ta trajtojmë pak më shumë çështjen e konsumimit masiv, konsumimit që çdo ditë e hasëm, që çdo kush prej neve është i prekur nga ky fenomen. Besoj që do ndalemi te shumë pika që realisht prekin jetët tona, që janë shumë aktuale. Për shembull, mbra shumë në sy kjo pjesa e çokoladës Dubait. Në rrjetet sociale është çdo kohë, ose me familjar, me shoqërinë, çdo ditë i bisedojmë pse e blejmë çokoladën e Dubait ose pse është bërë kaq shumë virale. A është një nevojë që me blej, me konsumu këtë, apo veç duam të jemi pjesë e turmës, duam të jemi pjesë e trendit, që të jemi sa më shumë tregojmë shoqërisë ose familjes që edhe ne kemi konsumu këtë çokoladë. Si do shpjegoj ky fenomen pak më shumë në aspektin psikologjik? S'parit faleminderit për ftesën ty edhe presjes. Sigurisht se unë besoj se kjo ka me qenë një bashkëbisedim shumë i mirë, edhe besoj se kemi me përçu vlera shumë të mira, po dhe kemi me shkëmby e botë kuptime perspektivat të ndryshme mbi çështjet që vetëm e parashtrut jo për konsumin masiv. Ku tjetër ma mirë se në Qarshi ne mujmë i bisedu këto gjana. Sa i përket çështjes çokoladës Dubait, ne kemi bisedu edhe më herët ta me ty. Është interesant edhe fenomeni i çokoladës Dubait mund të me u trajtu në aspektet ndryshme. Ajo që më ka bërë përshtypje mu ma tepër, në lidhje me këtë fenomen, ka qenë se veç çokolada e Dubait e ka pas një farë shtrese të artë, edhe ka pas një farë paketimi si vepër arti, kështu, plus që emri Dubai i ka shtyr njerëzit me asocu te luksi, edhe te jeta prestigjioze, te statusi financiari ati qyteti, të ndërtimi aty qytetit, edhe krejt këto ndoshta i kanë shtyr në mënyrë të pavetishme njerëzit me konsumu në mënyrë tepërt, në mënyrë që e pozicionojnë vetën te një grup që kanë mundësi me konsumu një ndoshta produkt aq luksos si çokolada e Dubait. Plus nuk mendoj që është konsumu për vlerën e vet që ka pas ose për shijen e vet, po për më tepër për me e kënaq tjetrën për shkak që ka qenë një trend shumë global, ndërkombëtar. Ndoshta në bisedë kemi me mujtë me i trajtu ma gjatë gjitha këto aspekte. Do të thënë, mas shumë të ka të bëjë edhe me shtresa shoqërore, se sa duam të jemi, ose t'i përkasim një shtrese shoqërore pak më të lartë, ose të pjesa e edukjes, ose se sa të pranishëm do të jemi prej tjerëve. Po normalisht, unë mendoj se është mundemi me trajtu në kufite njerëzore se dëshirën për të qenë i pranum fillimisht, po pse jo edhe me i taku edhe një shtrese pak më prestigjioze të shoqënisë. Edhe kështu e kanë trajtu edhe jo këtë fenomen, po fenomenet e ngjashme i kanë trajtu edhe sociologë të ndryshëm. Për shembull, në këtë rast më konkretisht Badrillardi. Edhe në teorinë e tij shembull e shohim se njerëzit shpesh herë konsumojnë produktet ose të mirat materiale, jo për shkak vlerës që kanë, po për shkak statusit që tregojnë, siç tham për më konkretisht për çokoladën e Dubait. Në këtë rast automatikisht ne pozicionojmë veten në klasën prestigjioze që kanë mundësi me afordu ose me e konsumu një produkt tillë. E njëjta ka qenë shembull edhe me kafen e Starbucksit prej vitesh, nuk e di mo sa konsumohet edhe sa është trend, po ose me kafet e ndryshme, ose me çantat Hermes. Kjo tregon se ne kemi qef me pozicionu veten me një edhe me tregu se i përkasim një farë klase prestigjioze. Deri dikun mundet me qenë edhe njerëzore dhe siç thash mund të me trajtu në kufite nevojave njerëzore të natyrshme, po dikun edhe mund të prohet kjo.
Po do me thonë, po krijohet edhe si një boshllëk shoqëror, që ndoshta i përmbushim disa nevoja, ose disa nevoja që vetë i krijon, na i krijojnë reklamat, influencerët e ndryshëm. Më herët për shembull gjyshrit tanë ose prindrit tanë nuk kanë pas edhe përveç atyre nevojave esenciale që kanë qenë për shembull për ushqim, për veshmbathje, tani janë paraqit edhe shumë nevoja tjera, që për shembull i shohim në rrjetet sociale influencerët edhe ndikomun pastaj te pjesa që ndoshta mund të jetë një kukull si kukulla Labubu që ishte deri tani. U ndikum shumë për shembull për influencerëve u paraqit sikurse një nevojë edhe te fëmijët, edhe te adoleshentët, po edhe te triturit, sepse po ta kemi këtë kukull ndoshta do e mbuloj atë nevojën për të qenë pak më të pranueshëm te tjerët. Sikurse në një farë mënyrë atë boshllëkun që nuk mund ta mbushim ne me vetë reflektim ose me vlera pak më të mëdha, diçka më esenciale që është sikurse po kërkojmë tek produktet vazhdimisht. Po, është e vërtetë, edhe në fakt është shumë e pranishme. Po përqendrohem së te pjesa e parë, që thatë se ndoshta njerëzit kanë qenë më të plotësuar, të kaluamën edhe kanë qenë më të lumtur, edhe realisht ne gjithmonë jemi në atë dilemë se kanë qenë njerëzit më të lumtur, ndoshta më parë. Besoj që po, kanë qenë më të lumtur, sepse ajo që i ka bërë njerëzit lumtur ka qenë plotësimi i nevojave, dëshirave dhe njëkohësisht edhe plotësimi me i vizionit tyre për jetën. E tani, sa kanë qenë nevojat e tyre në proporcion me tonë, në këtë kohë që jetojmë ne. Nevojat e tyre unë besoj që kanë qenë shumë më të pakta se sa tonat. Edhe kanë qenë më pak të ekspozum ndaj ofertave të ndryshme materiale. Të paktën në të kaluamën nuk ka pas rrjete sociale, ka pas tek mediat kemi pasur vetëm gazeta që ndoshta e kanë pas hapësirën më të kufizuar të ekspozimit të mirave ose ofertave të ndryshme të produkteve, po tani është shumë më e tepërt kjo, edhe ne e shohim rrjetet sociale, edhe algoritmat janë të ndërtuar në mënyrë të tillë saqë imponojnë dëshira dhe shpikin te ne nevoja që në realitet ne nuk kemi nevojë. Në këtë rast, shembull, ne postojmë një story me çokoladën e Dubajs edhe them kjo është një nevojë. Po në realisht nuk ka qenë një nevojë për deri në momenti kur ne nuk e kemi patë në rrjetet sociale, ose për një kafe, ose për një shëtitje, diku një udhtim, ose diçka tjetër një e mirë, nuk është patjetër të jetë produkt, por mund të jetë edhe një shërbim ose një eksperiencë e ndryshme. Në këtë kontekst njerëzit në kaluamën kanë qenë më të lumtur, për shkak që edhe krahasimi nuk ka ekzistuar mes njerëzve tjerë, se dikush ka më tepër, lart poshtë, domethënë të mira materiale dhe statusi ka qenë më i përafërt në atë që kemi sot. Sot është mundësia për të pas barazi ndoshta financiare pak më shumë, por barazia sociale gjithnjë më tepër disproporcionohet. Edhe natyrisht kjo bëhet edhe më shumë tani edhe kur hym tek ajo se si ndodhe gjithë kjo, sigurisht që mund të trajtohen në mënyra të ndryshme dhe mund të trajtohen edhe faktorë dhe mekanizma që e bëjnë këto. Një prej tyre janë edhe influencerët, që e përmendën. Po, se do ndërlidh këtu me pjesën e influencerëve, se çdo ditë spaku gjithë prej nesh ndjekim 2 ose 3 influencerë që kanë ndikim tek jetët tona, kanë ndikim te zgjedhjet tona. Patjetër. Para se të blejmë diçka, hym një herë e shikojmë se çfarë influenceri i preferuar joni, një figurë publike joni thot për atë produkt, çfarë sqarimi ka dhënë, edhe më pas marrim zgjedhje. Edhe pikërisht kjo është besoj që një fenomen që duhet shumë të parashtrohet shumë pyetje se pse ndikomu kaq shumë prej personave që ndoshta nuk i njohim personalisht, po ndjem një afërsi një ngrohtësi, një afërsi, ndjehemi sikurse jemi pjesë e jetëve të këtyre personave publik, por realisht ato nuk është që na njohin ose nuk është që kanë kontakte me ne, po prapë se prapë ju besojmë, prapë se prapë njëkohësisht edhe ndjehemi inferior ndoshta ndaj tyre, edhe për aq shkak ndoshta mundohemi të bëjmë gjërat e njëjta që ti takojmë asaj. Prapë ndoshta do të kishte ndërlidhje me ata që vizituam pak më herët Anisa. Ne them se ndoshta më herët ka qenë një farë klase shoqërore, tash po hym shumë në aspektin sociologjik, po besoj se s'ka dert. Përpara ka qenë një klasë elitës që ndoshta i ka takuar atij grupi elitë, ka qenë elitë për shkak se ka pas një farë pushteti politik, ndoshta, po jo për shembull edhe financiar ka pas.
Tash për shembull edhe këto elita që kanë qenë përpara kanë imponuar një farë mënyre stilet e jetesës, së shembull kur marrim në shoqërinë angleze ndoshta klasa borgjeze, familjet mbretërore, shembull, kanë imponu stilet jetesës, ose për shembull nevojat, ose dëshirat, aspiratat, e tash kur e marrim te ne qysh më me apliku këtë në jetën tonë reale, në realitetin ku ne jetojmë sot, janë influencerët, shembull. Influencerët janë një ajo grup që e ka zëvendësu elitën e më pashme, atë klasën e elitës të asaj shoqërie, dhe tani më imponimin e dëshirave dhe nevojave e bëjnë kjo klasë. Dhe domethënë një nevojë nuk besoj se mund të shfaqet shumë spontanisht tek njeriu, nëse ajo nuk ka kaluar nga paketa e nevojës të influencerëve deri tek klasa shoqërore ndoshta pak më të ulta në krahasim me ta. Edhe kështu mendoj se bëhen imponimet. Pra po them se ndjehemi ndoshta inferior edhe dëshirojmë t'i takojmë një grupit të influencerëve, ndoshta s'mund të bëhemi gjithë, po me kopjimin e disa stileve të jetesës, ritualeve ditës, si për shembull ritualeve të mëngjesit, sidomos tek femrat e shohim më shumë, imitimi i ritualeve të mëngjesit, i skin care, domethënë kujdesit për lëkurën, ka shndruar një farë trendi global që ne mundohemi t'i imitojmë. E kuptoj, besoj kjo aspekti se si ndikon të shoqëria këtë kjo pjesa mediatike është shumë e qartë, po sa i përket asaj pjesës psikologjike të blerjes, se pse familjarët ose shoqëria jonë zakonisht i dëgjojmë duke thënë se përderisa isha pak i shqetësuar ose isha pak i lodhur, shkova të blej diçka, edhe e mora pak atë dozën e një pjesë se çka është lumturia, se çka është qetësia, dhe ndjehen sikur se ajo pjesë e ditës i përmbush. Si do e shpjegoje pak më shumë këtë fenomenin, ose më shumë këtë pjesën e psikologjisë të blerjes? Është e natyrshme, Anisa, dhe mendoj se të trajtohet kjo dëshira e njeriut për të plotësuar nevojat e veta dhe për të ndjej i kënaqur në një farë niveli. Më pas do të trajtojmë atë se si është prish ritmi i kënaqësisë tek ne, po sigurisht që gjithmonë edhe ka qenë ashtu, do të jetë që njeriu në momentin që plotëson një nevojë të vetën, automatikisht do të kënaqë vetën ose një aspirat. Nuk po të fjalë vetëm për nevoja, po edhe për dëshira të ndryshme ose për aspirata. Po në momentin që ne plotësojmë, në anën fiziologjike tonën lirohet një hormon ose neurotransmeter që mund ta quajmë neurofiziologët e ndryshëm shkencëtarët, e cila është dopamina, dhe dopamina ne si e dimë dhe kemi diskutuar është një hormon që bën të ndjehesh i lumtur, i kënaqur. Ajo që mund të diskutohet në kontekstin e konsumit sot është se ritmi i dopaminës është prishur, mendoj. Sepse ne konsumojmë vazhdimisht, edhe konsumojmë vetëm për ta arritur ato, edhe kjo lirimi i dopaminës është shumë i shkurtër. Edhe e marrim dopaminës, kalojmë tek nevoja tjetër. Edhe këtu formohet një farë zinxhiri i pafundit i dëshirave dhe nevojave që plotësohen, kalojnë te tjetri, plotësohen, kalojnë te tjetri. Shumë interesant, se shifet se ka shumë faktorë që realisht ndikojnë tek kjo pjesa e konsumit shpejt, konsumit masiv, po se ndërlidha me këtë pjesën e konsumit shpejt, tani jo vetëm për produkte ose shërbime që ndoshta porosisim shumë shpejt, edhe nga pjesa e ushqimit, pjesa e veshmbathjes, po edhe te pjesa e përmbajtjes. Tani shohim që duke filluar edhe nga më trinjt, si fëmijët, adoleshentët, po edhe më të rriturit tani, kohën më të madhe shpenzojnë në rrjetet sociale ose në videolojra të ndryshme, edhe zakonisht janë më shumë të ekspozuar ndaj përmbajtjeve të ndryshme. Edhe kjo ndoshta ka një ndërlidhje me atë pjesën e konsumimit shpejt ose konsumimit masiv, sepse tërë kohën jemi duke konsumu, tërë kohën jemi duke këshirë ndonjë video ndoshta për të kriju diçka, po e shkojmë tek ai butoni save, ta ruajmë për më vonë, edhe më pas e krijojmë atë realitetin tonë se unë di ta bëj këtë. Nëse do të jetë për diçka shumë të thjeshtë, për shembull për një recetë gatimi, themi që e pam këtë recetë, është e thjeshtë, do e gatuajmë më vonë, dhe më pas vetëm konsumojmë për mbajtje, por asnjëherë nuk vazhdojmë të krijojmë diçka.
praktikisht për më ndodh për çdo gjë, jo vetëm tek kjo pjesa, si do e ndërlidhje ose si do e shpjegosh nga ana jote të psikologjia e njeriut se çfarë ndodh, jo pjesa se jemi më të shumë të ekspozuar, jemi të ekspozuar apo ne dëshirojmë që të ekspozohemi vazhdimisht ndaj përmbajtjes, që të përmbushim atë pjesën, është ndoshta më lehtë të konsumojmë apo se sa ajo pjesa që të krijojmë diçka. Marrim pjesën në prodhimtari ose në krijimtari. Po besoj se për këtë flasin edhe faktet edhe hulumtimet që tregojnë se sa më shumë që jemi të ekspozuar në realitet marrim më pak pjesën në prodhimtari. Ajo që tregova edhe mendoj se mund të sqarohet kështu, ne kemi një lloj depo që e mbushim e te kalojmë dozën që duhet mbushet me atë se çfarë shohim edhe ndaj çkajt jemi të ekspozuar. Edhe ajo që të veshojmë një recept në rrjetet sociale e bëjmë save atë, e shtypim butonin e save dhe nuk hapet asnjëherë. Në trunin tonë ndoshta vetëm se është krijuar perceptimi që ajo është kry tani, nuk ke nevojë të marrësh, se vetëm se e ke pa mënyrën si bëhet. Ngrasim në të kaluarën ndoshta njeriu për të plotësuar veten dhe për të realizuar çdo gjë provon gjëra të ndryshme, edhe ndoshta për aq edhe kemi pas më shumë kreativitet në fusha të ndryshme edhe profesione të ndryshme, sepse njeriu për të realizuar veten ka marrë më shumë pjesë në anën e prodhimtarisë. Edhe tani kemi hapësirën për të marrë pjesë në krijimtari ose prodhimtari, në kreativitet, po mendoj se ekspozimi i tepërt, i asaj edhe marrja e kënaqësisë së shkurtë, e lirimi i dopaminës së shkurtë, aty e mbulon atë pjesën që kemi nevojën për të prodhuar diçka. Besoj që kështu si fenomen është shumë i gjatë për të sqaruar, shumë i gjatë për të bisedu, po prap isha ndërlidhe tek pjesa e reklamave, që jemi edhe të ekspozuar ndaj shumë reklamave ndryshme. Si funksionon kjo pjesa e nënvetdijes tonë, sa grumbullojmë informacione tërë kohës, jemi të ekspozuar ndoshta rrugëve, ndoshta në rrjetet sociale, mediat e ndryshme, e shohim informacione të ndryshme vazhdimisht, e a ndikojnë këto tek zgjedhja jonë për të blerë diçka ose zgjedhja jonë për të zgjedhur një produkt të ri, një shërbim të ri, apo mos këto reklama vazhdimisht e krijojnë atë perceptimin se çka është e bukur, se çka është e suksesshme, që ti të mundohesh ta rish ajo, ta krijosh të jesh pak më afër idealit të bukurës, të jesh pak më afër idealit, të jesh pak më i suksesshëm, për shembull brendet e ndryshme ose strategjia e tyre se si krijojnë një reklam, kanë mesazhe pak më të fshehura që ndoshta në nënvetdijen tonë grumbullohen, akumulohen. Anesa, po mos e humbur krye një ide, kam e përcjellë se lidhet shumë me këtë pjesën e fundit që e fole. Është një thënie nga një sociolog që nuk më kujtohet, thotë njeriu u bë objekt i shkencës vetëm atë kur automjetet u bën më të vështira për të shitur sesa për të prodhuar. Edhe në realitet këtu fillon ajo shkenca ndoshta edhe e PR-it, public relations, edhe marketingut, edhe psikologjisë, pse jo, studimet e para ndoshta kanë qenë edhe si ta shesim një produkt, edhe këtu është kuptuar psikologjia e njeriut, edhe është kuptuar aq mirë sa që ne e bëjmë aq shumë konsumim, mbledhje të atyre produkteve që ekspozohen në reklama, saqë edhe nuk kemi të vetëdijshëm pse i kemi bërë. Ka domethënë perspektiva të ndryshme edhe çësje të ndryshme se si e kanë trajtuar këtë çështjen e reklamave dhe sa ndikojnë tek ne në bërjen e zgjedhjeve të ndryshme, domethënë kur jemi tek konsumimi. Një ka qenë se në mënyrë pavetëdijshme jemi të ekspozuar për shembull ndaj, po them, X markës të fast foodit. Edhe vazhdimisht e shohim, po ndoshta edhe nuk i kushtojmë shumë vëmendje. Perceptimi jon pozitiv, edhe nëse ka qenë neutral, lëviz drejt pozitivës, vetëm atë që ne jemi të ekspozuar gjatë gjithë kohës. Edhe momenti kur vjen çështja se të zgjedhim atë vendosim këtë markë, që e kemi pa, po se kemi vënë shumë mendjen, apo një markë tjetër që nuk e kemi pa asnjëherë, edhe ne vendosim këtë. Edhe ndoshta edhe pse s'kemi 1% ose fakt se mund të jetë e shijshme ose jo, ne zgjedhim të konsumojmë atë produkt. Kjo është një prej, domethënë, sqarimeve që i kam bërë. Edhe është interesante, domethënë tek ne e kuptojmë kur jemi në kontekstin e konsumit, e kuptojmë që imponohet tek ne në mënyrë të pavetëdijshme
zgjedhja ose produktet e ndryshme që na ofrohen përmes reklamave. Besoj se këtu e kishim pikën apo. Është shumë interesant kur ta mendosh ose kur të fillosh ta reflektosh pak njëtët tona, se sa prej zgjedhjeve tona ndikohen prej shumë faktorëve të jashtëm, po edhe të brendshëm, po zakonisht jemi më shumë jashtë vetës se sa brenda që të kuptojmë që të pyesim veten se pse zgjedhim këtë që kemi, pse kemi këtë zgjedhje, ose para se të marrim një vendim pak më shumë ta reflektojmë, pak më shumë ta mendojmë. Po besoj që gjatë kësaj bisede, besoj që kemi mujt me nxjerr shumë perla, shumë pjesar të ndryshëm se si ka funksionu, se si funksionon pak a shumë truri i njeriut kur jemi të ekspozuar ndaj produkteve, po edhe cilët janë ato faktorë të jashtëm që kanë asimulu që ne të veprojmë në atë formë, si përmendëm reklamat e ndryshme, ose strategjia e tyre e marketingut, po algoritmat të ndryshme tani në rrjetet sociale që vazhdimisht janë veç se duke kriju inovacione të ndryshme, sa më shumë që të prekshëm me psikologjinë e njeriut, sa më shumë të ndërveprojnë me psikologjinë e njeriut. Sa më shumë do të ketë edhe shitje. Po, sa më shumë të kenë shitje. Kjo. Po besoj që sot besoj që është shumë temë aktuale që besoj duhet diskutohet në për çdo shtëpi ose në çdo rreth shoqëror, sepse kemi të pranishme. Sepse kemi shumë pranishme. Përfshirë edhe darsmat tona. Edhe darsmat tona. Edhe mënyrën se si argëtohemi ne nëpër familje. Konsumi për shkak që është bërë pjesë e tepërt të jetës tonë, edhe pjesa kryesore ndoshta e jetës tonë, se ne shohim këtë në rrjetet sociale, ndoshta çdo i dyti histori është në lidhje me një produkt që e hapim ne, për t'i treguar se çka kemi ble dhe sa e shtrenjtë është ajo, ose sa prestigjioze është ajo. Po njëjta është edhe për mënyra se si rrëtohemi një familje dhe konsumi. Për shkak që është bërë kaq e tepërt, mendoj që duhet të trajtohet edhe më gjerë edhe me profesionist edhe më të mirë. Më të mirë, po. Besoj që edhe kur diskutohet nëpër familje ose pse e bëra këtë zgjedhje ose a është diçka që po ndikohem prej tjerëve, po ndikohem nga këto influencera, apo është me të vërtet një nevojë, është me të vërtet një gjë që e dua ta bëj ose dua ta blej, po është një temë shumë më e gjerë. Ta shtojmë fjalën pse? Përse në fjalorin tonë në mënyrë që ti filtrojmë nevojat tona, dëshirat tona dhe qojmë se çka në të vërtet kemi nevojë për të plotësuar dhe për vetë realizuar veten tonë. Rejhane, cili do të jetë mesazhi yt për gjithë ata cilët na kanë përcjell deri më tani? Çfarë mesazhe ose disa si këshilla përfundimtare që të ishin ta përmbledhim këtë temë? Sigurisht që mënyra më e mirë që të fokusohemi mbi këtë temë është të reflektojmë më shumë për zgjedhjet e tona në jetë, edhe të reflektojmë se sa në realitet ne jemi të lirë për të vendosur, si e kemi fituar lirinë të përzgjedhjes në jetën tonë, çfarë do të thotë konsumimi i produkteve të ndryshme ose të mirave të ndryshme, sa ne ndjejmë presion para këtyre ofertave të tepërta, edhe ekspozimit tepërt para reklamave, para produkteve të mirave të ndryshme. Çka shkakton ajo tek ne, do të ishte mirë shumë të reflektojmë mbi këtë, se shpesh herë edhe, domethënë, disproporcioni mes të mirës edhe ofertës ose mundësisë për ta bler atë mirë, shkakton tek ne një farë ankthi, edhe një farë tensioni që ndonjëherë edhe i pashpjegueshëm, gjë që në shoqëritë tona që janë me rritje ekonomike, edhe të kapshëm pas modernitetit ose postmodernitetit, që ka këto tensione të ndryshme, psikologjike, dhe këto tani duhet të trajtohen sigurisht që më thellë. Në përgjithësi kjo ime ishte që domethënë të reflektojmë mbi këto që i përmendëm, do të jemi vigjilent, edhe sigurisht të flasim në shoqëritë tona për zgjedhjet që i bëjmë në jetë. Atëherë të faleminderit shumë Rejhane që ishe këtu sot me ne, ndove nga eksperienca jote, nga përvoja jote profesionale, dhe sidomos në fund dhe një mesazh shumë të mirë për gjithë ata të cilët na kanë ndjekë deri tani. Besoj që do të jetë shumë e dobishme për gjithë ne. Të faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë, më kisha kënaqësinë të jem në bashkëbisedim me juve. Një herë t'ju përcjell juve për iniciativën shumë të nevojshme, ti trajtojmë këto në çarshi çështje shumë që kanë rëndësi jetike për ne. Faleminderit shumë. Faleminderit te. Shihemi prapë. Atëherë ju faleminderit për gjithë ata të cilët na ndjekët deri në fund.
Uroj që të kaloni mirë dhe na ndiqni për më shumë biseda të mençura, edukuese dhe dobishme për gjithë ne.